Përshëndetje të nderuar miq, jemi drejt për së drejti në ambientet e Pallatit të Kulturës Lezhë në emisionin e radhës Udhëtim 2026. I fturi jon është një koleg imi, gazetar, por dhe pedagog në Universitetin Luigi Gurakuqi Shkodër në gazetari. Zoti Altin, me më mirë se erdhe në këtë emision. Mirë sugjeta dhe shumë faleminderit për ftesën, nuk e di pse, por po ndihem jashtëzakonisht mirë edhe për shkakun që ndodhem në ambientin që në fakt më rriti. Kjo ish studiet të televizionit Lezhë, ku në erdha sapo kisha përfunduar gjimnazin, u bërrova, u diplomova dhe pastaj rrugët avancuan, por me të vërtet vjen shumë mirë për ambientin që keni zgjedhur, por edhe për kontributin që qoftë zoti Marini, qoftë ju keni dhënë në fushën e medias. Unë kam ndarë emisionin tim të fragmentarizuar në disa drejtime të ndryshme dhe natyrisht do të vim edhe tek emocionet tuaja në televizionin e Lezhës, që natyrisht janë vite të bukura për secilin prej nesh që kemi punuar aty, por do ta filloja fillimi rrugtimit tuaj Altin që i vogël, sepse Altini, ashtu si dhe Martini dhe çdo personazh tjetër, është rritur gradualisht, janë edhe ligje biologjike këto. Pra, na rrëfe pak për Altinin e vogël, Altinin e fëmijërisë. Po, unë arsimin fillor dhe 8 vjeçar të kohës e kam përfunduar në Tërëvic, është fshati që dua më së shumti, sepse aty nisi fëmijëria ime, nisi le të themi ajo çfarë do bërmosej tek unë, ishim 5 fëmijë me 2 prindër të mrekullueshëm, pavarësisht vështirësive që jeta në fillimit përballej, pra ishin vitet 91 që ne erdhëm në Tërëvic dhe gradualisht jeta mori një zhvillim të cilin në fakt unë e kisha që fëmijërisë e takon botës gazetarisë të fiksuar. Kam përfunduar pra 8 vjeçaren në Tërëvic, pastaj përfundova gjimnazin në Balldrejt të Lezhës, jo për mburrje, por e përfundova me rezultate shkëlqyera dhe që nga ai moment më ishte fiksuar, le të themi, që unë do zgjidhja gazetarinë. Më njëherë pasi kam përfunduar gjimnazin, kam marrë TV Lezhë, TV Lezhë ishte tek ish banka, e mendosha televizionin si diçka shumë të madhe. Por realisht u përballa me një pamje, le të themi, të frikshme, sepse të tilla ishin kushtet. Ama ishte televizioni i cili me hapi dyert e jetës dhe i përkushtova një pjesë të mirë të rinisime. Të flasim për atë kohë ka qenë fantastike, në mënyrën më absolute, por edhe vështirësitë ishin po aq të mëdha. Ka qenë Lula, sekretarja e televizionit, Lula Ndreca, cilën një zysh e nderuar në Lezhë, e cila me motivoi. Jepi, unë isha i ri, e mendoja televizionin si diçka shumë të madhe ku nuk do përdoja dot. Fati deshi me ish drejtorin tim par Azem Balia, i kanë qenë 2 drejtues le të themi të kohës që më shtyn, pra sekretarja Lula Ndresa që kisha dhënë lajmet fillimisht ka qenë speakere, Azem Balia që ishte më pas drejtori artistik dhe pa dyshim edhe 2 pronarë të televizionit të cilët u bën miqmi Fred Staka dhe Olta Paja, Olta vinte nga fusha gazetarisë dhe më pas kemi ardhur këtu në Pallatin e Kulturës, mos gabosha, rreth viteve 2006-2007. Pikërisht në këtë ambient ku ne jemi për 10 vite kam qenë, le të themi, imazhi kryesor i edicionit lajmeve kryesisht, si speaker. Pas viteve 90, për hir të realitetit, Lezhë, ashtu siç ka emra në fusha të tjera, krijoi emra edhe në fushën e medias, në median e shkruar me gazetën Koha Jon me botues Nikolesin, që ishte një farë mënyre një shkollë përtej rajonit ose përtej kufijve të Lezhës, i medias së shkruar, dhe Lezhë Televizion, një shkollë mediatike e medias elektronike me ish pronar zotin Agustin Cini e më pas Fred Stakajn. Si ndjeheni ju si pjesë e kësaj shkolle mediatike elektronike? Absolutisht, ta thash në fillim, unë kisha ndarë mendjen që unë do përfundoja se s'ban në media dhe do përfundoja po ashtu se s'ban dhe gazetari. Dhe në vitin
2006 hapet për herë të parë në Shkodër dega gazetarisë dhe komunikimit, mbaj mend që kam qenë ndër 3 të parë që fituam dhe nuk kam paguar as taksën e shkollës, sepse u futa studime që o do ta fitoj o nuk ka. Sepse kisha pasionin, sepse në media nëse nuk ke pasion, është muhabet që ti s'do shkosh mandej. Pra ti nëse nuk e ke pasion, gazetarin, artin e komunikimit, mos e humb kohën kot, por merr një tjetër drejtim. Normalisht çdo gjë ka qenë fush me lule. Dhe unë diplomova po në brezin e parë të gazetarisë dhe komunikimit në Universitetin e Shkodrës në vitin 2009. Kemi qenë rreth 60 student, por në atë brez mos gabosha, jemi diplomuar dikon 9 ose 11 student, sepse ishte dege parë, normalisht kishte le të themi edhe vështirësi, student që vinin nga rrethet ndryshme, se po të futemi edhe arsimit ka probleme pafund. Edhe në këto momente që flasim, ne nuk mund të krahasojmë kurrë në kurrës, një mesatare supozojmë të gjimnazit Hydait Lezhë, me një shkollë, me një mesatare të një shkolle, le të themi, të thellë në një zonë të caktuar për të mos krijuar më pas keq kuptim. Zgjedhja juaj ose në zgjedhjen tuaj kush mund të themi ka qenë ai që ka qenë indikatori i parë ose mentori i parë, ndoshta familja apo ndonjë rrethant tjetër që Altinit ju brymos fryma për të ndjekur rrugën e gazetarisë? Tani, me ta thënë drejtën, nuk kisha dikënd brenda familjes time, që ishte i dhënë ose kishte akses në media, pavarësisht që unë jam nipi një familje të lartë artistësh, të Prëndush Gegës, artistit të Pukës, dhe gjithë dajat e mi pastaj kanë ardhur gradualisht, kanë qenë pjesë e medias, pra le të themi imazhet kryesore të komunikimit mediatik ishin dajat e mi, por ishte një shtys shumë më madhe. Ajo që më nxisti ishte që gjithmonë të ndihmoja, le të themi, të tjerët në kuptimin e nxjerrjes të problematikave të ndryshme. Gazetaria është pasion. Gazetaria është humanizëm, e nëse edhe kjo dyta prap nuk e shoqëron gazetarin, prap kemi të bëjmë pastaj me probleme të tjera. Por, nuk e di, ndoshta pasioni ka qenë mbi gjithçka, jo se kisha një figurë emblematike e cila më nxiti. Për kuriozitet, unë pasi përfundova një vit gjulitërsi, jam rikthyer, pra në momentin që u hap dega gazetarisë dhe pranova që ta humb një vit gjulitërsi, pavarësisht që gazetarët shumë të mirë vinë edhe nga fusha e gjulitërsisë për t'u kthyer gazetarisë dhe komunikimit. Edhe besoj unë dhe nuk keni bërë keq, me fjalë se absolutisht jo, s'am fare penduar. Ju keni ecur me kohën, me hapa, do të thoja unë të dëfish në ana juaj, natyrisht koha është e vështirë për ta mundur, por ju i keni bërë ballë nga një nxënës i niveleve të larta ekselencë në shkollën e mesme Karl Gega në Bosgaboj në Balltre, keni shkuar në fakultet dhe po ashtu keni mbetur dhe pastaj u erdhi lajmi tjetër i gëzueshëm juaj që ju fituat të drejtën për të qenë pedagog në pikërisht aty ku fati deshi, ku përfunduat studimet. Do ta them, kjo është ajo që nuk e kisha menduar kurrë që mund do më jepë një fat të tillë, por kam pasur fatin që të kem pedagog shkëlqyer pasi përfundova studimet në Shkodër, vijova me studimet master për marrëdhënie me publikun në Fakultetin e Histori Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe pata fatin e mirë që personalitetet e shuara të ishin pedagog mirë. Duke kërkuar ndjes disave, por veçoj profesor Artan Fugën, po veçoj profesor Mark Markun, profesor Ferit Duken e personalitetet tjera të cilët ishin, le të themi, një shtys po aq e madhe, të cilët më shtyn për të arritur rezultate. Këto janë emra nga Universiteti i Tiranës, por të tillë ka edhe në Shkodër. Absolutisht, por pasi përfundova studimet master në Universitetin e Tiranës, unë isha në vitin 2018, isha zëdhënës i Bashkisë së Lezhës, pra në kohën kur bashkia drejtohej nga Partia Demokratike dhe ish kryetari Fran Frokaj, dhe në atë moment hapej aplikimin në Universitetin e Tiranës, të Shkodrës. E kam bërë aplikimin online dhe në momentin kisha përballë, dhe themi, edhe ish pedagog mit, zoti i madh, fati i madh, dhe jam konfirmuar dhe që nga viti 2018 jap kontributin tim modest në brezat e ri të gazetarisë dhe komunikimit, prej të cilëve ka normalisht edhe të diplomuar nga Lezhë. Si është ndier
pedagogu Altin tash në momentin e parë që ka qenë përballë edhe ish kolegëve të ti, pra një orë leksioni po themi ose sepse ju në vitin e 4 keni patur shok dhe kolegë vitin e 3 e kështu me radhë që i bie të keni dhënë leksione. Si është ndirë? Tani, djesia ime më madhe ishte përballja me ish pedagogët mi, të cilët në ato vite figura profesorit, pedagogut ishte shumë e lartë. Realisht ishte një vlerësim shumë më nga ana studentit, sepse gjërat sot kanë ndryshuar. Sot studenti e shikon pedagogun deri diku le themi edhe si mik, por ne kur shikonim pedagog ishte vështirë shikoj. Ne i lironim gjithë rrugicën e auditorit në mënyrë më absolute. Kjo ishte për respekt, jo për absolutisht. Sepse brezi sotën e keq përdoret. Dhe du të ndërhyjnë pedagogu pasaj nëse keq përdoret. Por realisht, aty ku ktheva si pedagog, gjeta një pjesë mirë të historisë dhe atyre që kishin përmosur në atë që unë erdha më vonë dhe kam derën që t'jem pjesë e Fakultetit e Shkencave Shoqërore dhe ish pedagogët një normalisht. Si ka ndikuar eksperienca juaj në median lokale në udhëtimin tuaj gazetaresk? Unë po them diçka. Televizioni Lezhë ka qenë fakulteti im i parë i gazetarisë. Shpeshherë në auditorin e flasim me literaturë, le të themi në anën shkencore, të ndërtuarit lajmit, por unë dola nga televizioni Lezhë një gazetar, le të themi mirë përgatitur, me elementet bazë të terrenit, po themi. Tani, unë nga këtu ku jemi, unë e di se çfarë ishte transmetimi, çfarë ishte montazhi, përzgjedhja e sinkronave, ndërhyrja, fotomontazh. Të gjitha këto janë detaje që në fakt bëhen nga viti i parë në vitin e tretë gazetarisë, por që unë isha edhe student, edhe në televizion dhe kisha në mënyrë më absolute. Për shumë vite keni qenë dhe folës edicionit kryesor të lajmeve. Në një farë mënyrë edhe kryeredaktori i atij. Në 2009 isha kryeredaktori i lajmeve, sepse ish drejtoresha e informacionit sollën e jetë fëmijën e parë. Ndërsa edhe gjatë kohës që isha student në Universitetin e Shkodrës, unë pata nderën punoj në televizionin Klan. Kam mbuluar Klanin dhe ka qenë një ndër emisionet e mëngjesit, Aldo Morning Show, ku unë fitova audicionin dhe ka qenë emisioni të cilin kur nuk do ta bëja më dhe kur nuk më fali lumturi, sepse statura ime ishte le të themi diçka shumë misterioze dhe koncize, ndërsa natyra e emisionit ishte krejt tjetër dhe shpeshherë të Aldo Morning Show ndjeri sforcuar, pavarësisht që unë mendoja që do me jepte një impakt publik. Por përpos kësaj sforce ishte edhe një sprovë vështirë për ju, pra një përshtatje për... Ishte një përshtatje dhe kur nuk ta bëja se emision... Sa duhet regjisori ka qenë shumë i fortë aty që ka diktuar. Ishte shumë e vështirë, sepse kalonte më shumë lehtë, ishte si emision është fantastik, por nuk përshtatej natyra ime në mënyrën më absolute. Dhe mbaj mend unë isha dikon vit 2 në universitet, shpeshherë të drejtues të redaksive të televizioneve qendrore, pa dash të fyje, mos mundin fare mirë gjeografin. Ka qenë një aksident tragjik diku në Dugagjin dhe redaktori i televizionit ku punoja më kërkonte plane. Unë as nuk ja kisha idenë se ku binte fshati në orën 11 natës dhe aty pata një debat shumë tashpër me ish redaktorin e lajmeve të televizionit kombëtar ku unë mbuloja sepse ai këmbgulte dhe gjeja plane. Ka qenë Kanto Zefa, një tjetër operator të cilin e përshëndes sot është në Amerikë, dhe unë e marr telefon. Kanto ishte le të themi operatori, por ishte si një prind për mua. O Kanto i them kështu, po çfarë bën thot në 12 natës? Dugagjini thot bën 8 orë se s'kishte infrastrukturën rrugore. Duhet kishte avion pasazhe për shkuar. Ka qenë vështirësi shumë dhaja dhe sot jam i bindur që nuk i din ato vështirësi, jo vetëm studentët jo, por as gazetar të prodhuar në vitet le të themi të mëvonshme. Përpos televizionit Klan, ju keni punuar edhe tek Vision Plus e tek televizionet të tjera, eksperienca të ndryshme keni ezauruar gjatë kohës. Natyrisht ju kanë shërbyer. Absolutisht. Që nga viti 2012 unë mbuloj Vision Plusin në qarkun e Lezhës, pra krahas angazhimeve të tjera që kam në përditshmëri, mbuloj Laçin, Kurbinin dhe Lezhën së bashku me operatorin tim, mbulojmë pikërisht të qark të gjitha problemet që ndodhin, gjitha ngjarje, megjithatë do të kemi diçka parasysh, shpesh herë gazetarët paragjykohen. Nuk e bërë këtë lajm. Pse se bëre atë lajm? Të kam thënë edhe këtë shqetësim. Janë redaksitat që vendosin miq tan e miq mit.
nuk është më faj gazetare, nuk ka gazetar Lezhë, Shkodra e gjithë Shqipërisë që nuk e ka një ngjarje të caktuar. Pastaj, se se jep televizioni, është krejt muhabet tjetër. Tani, këto element shumë njerëz edhe mos mund të dinë, mos mund të dinë edhe autoritetet ndryshme, s'me ka dhënë lajmin, pse s'ke bërë lajmin. Por ajo që në ditët e sot më duket shumë shqetësuese, është frika e qytetarëve për të komunikuar, pra thëmë qytetarëve, le se zyrtari gjithmonë sa do trim t'jetë në momentin që ka një mikrofon para, nuk është më trim. Sa doj fort jetë në momentin që ka një mikrofon, prap dërzohet, edhe nëse nuk ka një përgjithësi, le themi. Le të mos themi frikë, por një farë përgjithësia. Trysni, presion. Sepse dinë edhe forcën e medjes, po themi ne. Po ndonjë që ka mize në ngsul, ti je bindur që ka edhe shumë frikë dhe misot në momentin që i trajton mikrofonin. Po do them pak aty tek raporti i qytetarëve me median. Dikur, nëse kishim fare vështirë të merrim sinkrone, pra, vox pop, pyetje njerëzve, ndërsa në ditët e sotme është shumë e vështirë. Pra ta pyesësh qytetarin si të duken çmimet në tregun e Lezhës, atë lutem mos. Ka një farë, le të themi trysnie, që realisht nuk e kuptoj sepse duhet të jetë. Po flas gjithnjë për qytetar, nuk po flas për pjesë administrate politike. A mos vallë Altin kanë ndikuar dhe politika mediatike e drejtuesve të medjave të ndryshme që natyrisht orientojnë politikën e medjes në krah të njërës ose tjetër shpallë? Absolutisht. Edhe kjo ndikon, sepse thonë në momentin që dikush më shtrin mikrofonin më pyet për çmimet dhe në kontekst tjetër nxjerret në media, dashje pa dashje edhe kjo e jep ndikimin e vet. Sipas jush, si me një eksperiencë të gjatë që keni ju, si ka ndryshuar media në Shqipëri? Po themi këto 10-15 vitet e fundit, ose s'po shkojmë më përpara. Okej. Janë ndryshime të tmerrshme. Janë ndryshime. Përpos ndryshimeve teknologjike. Nuk ekzistojnë pa njëra tjetrën. Unë tani në fakultet këtë semestër kam gazetarin digjitale. Dhe po të krahasosh literaturën atë çfarë ndodhte lere para 90-të, që është një tragjedi në vetvete, por edhe nga 90-ta deri në vitet 2000 e sa dhe me atë që jemi sot, është një përmbysje e krejt sistemit të vlerës së informacionit. Dhe më mend fugën profesorin tim në vitin 2011. Gazeta thotë do vdesin. Dhe ashtu ndodhi. Gazeta atëherë duke shpeshherë them se çfarë thot profesori në momentin tonë. Televizioni do shkojë drejt pikës minimale të audiencës. Fatkeqësisht ashtu është, pavarësisht që televizioni vazhdon të jetë një ndër elementet mediatik të besueshëm. Ndryshimet teknologjike kanë ndryshuar gjithë sistemin e vlerës së lajmit, mënyrën se si bëhet lajmi dhe fatkeqësisht dezinformimi e ka mbytur vërtetën. Nëse, pra, dhe kjo vërtet mbytet më së shumti, po nga gazetaria digjitale. Pra, rrjetet sociale nxjerrin një pjesë jashtë kontekstit dhe merr qindra mijëra klikime, më shumë se sa një doktor që më flas se si shpëtohet jeta, si shpëtohet shëndeti. Ndryshimet teknologjike, për mendimin tim, asa kanë bërë mirë, kanë bërë mira pafund, kanë dëmtuar dhe vazhdojnë të dëmtojnë fatkeqësisht edhe raportin e lajmit me të vërtetën, komunikimit publik dhe atij mediatik. Dikur të merrnin kryetarin e bashkisë ishte intervistë, ishte diçka shumë e madhe. Po ashtu të merrnin prefektin, ndërsa sot ti nuk ke fare nevojë të marrësh, mjafton që ato të dalin live. Kryeministri, ministri, rektori, drejtori e tjerë dhe media merr këtë gatshme. Realisht nuk është më lajm. Ajo është zgjatim i propagandës së institucionit që media jep. Por në momentin që media nuk e ka hapësirën që të marrë kryeministrin, shefin e opozitës, kryetarin, deputetin e tjerë, detyrohet që ta marrë gatshme. Ose në rastet edhe më fatkeqe, kur ty lajmi të vjen i gatshëm. Zyrat e shtypit të ndërtuara pranë çdo institucioni e kanë dëmtuar sërish lajmin. Në mënyrën më absolute, asnjë redaksi nuk pret që bashkia, prefektura, universiteti, ministria të sjellë ty problematika. Në momentin që ty të vjen e gatshme, të vjen si një çokoladë. Pra është një zgjatim i propagandës së atij institucioni. Ndryshimet janë tmerrsisht mëdha. Sot media mund bëjnë, le të themi, gjithkush. Megjithatë, ai shërben gjithku i kjo lloj media është krejt diçka që han shumë diskutime. A mendoni se mund të gjenet një mënyrë, natyrisht jo për t'i kufizuar, por për t'i standardizuar këto rrjete sociale,
në mënyrë që të mos japin vetëm lajme për të thënë, po themi ne, ose lajme tabu. Fatkeqësisht nuk ka një ligj që e pengon në ditët e sotme. Janë rreth 900 portale të cilat prodhojnë thojza lajme. Dhe më keqja që po të jetë në dorën time, do të lejoja një ditë një portal të pa identifikuar. Pra, nëse ne kemi portalin TV Pallati i Kulturës, do të ketë kush e drejton këtë redaksi, kush është gazetari, sepse ka një dëm të lajmit realisht shumë të madh. Portale me 2-3 lexues, portale të financuara që mund financohen nga politika, grupet kriminale e tjerë, mund të sillin pasoja shumë dha të paktën në qetësinë e trurit tanë. Jo pa qëllim ta bëra këtë pyetje, bëm një krahasim krejt vulgar. Pra nëse ne vendosim për të hapur një firmë ndërtimi, detyrimisht ligjet të diktojnë për të pasur një inxhinier ndërtimi. Po. Ose për të hapur një punë grafike të dojnë një grafist. Ndërsa mediat mjafton që të krijosh 3 gërma, një emër tërheqës edhe jo pa qëllim ta bëra pyetjen, pikërisht në këtë kontakt. Fatkeqësisht teknologjia. Vjen mirë që ju jeni në një njëjtën valë me mua, pasi ka rënë, po themi ne, profesionalizmi mediatik. Absolutisht ka rënë aq shumë sa ta thash pra shumë e vështirë që vetë publiku të identifikojë lajmin e vërtet me lajmin e pavërtet. Pra një lajm i vërtet që mund ta prodhojnë 2 televizione, sepse kjo është një media që s'ka audiencë, është si një dyqan atje që nuk shet dot. Asgjë do ta mbyll, është si një kiosk. Por në një ndershmëri, televizioni jot dhe televizioni im do të konkurrojmë ndershmërisht. Dhe në momentin që ti financosh në mënyrë pandershme, bëhet diferenca pastaj. Në momentin që unë bëj lajm që nuk krijon sensacion, pra shpeshherë bën lajme për të marrë ato dreçën e klikimeve, dhe unë vërtet aty ka shanse që antivlera ta mbysin vlerën e lajmit. Në karrierën tuaj disa vite ju keni qenë edhe keni mbuluar medien edhe në institucione shtetërore, ashtu siç e parathatë tek Bashkia e Lezhës, kur drejtohej nga zoti Frank Frokaj. Çfarë ndryshimi ka komunikimi institucional me komunikimin, ndryshimi të tjetë shumë i madh se shoh nga reagimi që janë dy botë të ndryshme. Janë 2 botë krejtësisht të ndryshme. Pavarësisht që pjesa më madhe e personave që mbulojnë PR-in, pra të marrëdhënieve me publikun, po të kisha le të themi, një vendimmarrje, do thoya merrni të gjithë nga komunikimi. Nuk e bën kurrë sa do mirë të jetë një jurist zëdhënësën e gjykatës, ta harrojnë. Pra mund dinë bazën ligjore, po në anën e formulimit me nxjerrën pa një të vërtet, nuk e bën kurrë, sepse kemi një komunikat me 30 rreshta, ama grushit do godasët vetëm në një pikë. Janë 2 botë krejtësisht ndryshme. Në mënyrën më absolute, pra zëdhënësi në një farë mënyrë është ura lidhëse e institucionit me gazetarin, dhe normalisht zëdhënësi duhet atë çfarë intereson institucionit, dhe gazetari nëse e merr bravo i qoftë prap zëdhënësit. Pra janë përmbysje krejtësisht të vlerave, pra nëse bëjmë lajme zëdhënës, janë raporte tërësisht tjera, pavarësisht që në bazë kanë komunikimin. Unë e drejtova zyrën e shtypit, kam pasur fatin e mirë, që mos kem në mënyrën më absolute asnjë problem. Ka shkuar gjithçka mirë në raport me komunikim me gazetarët, që dhe me komunikimin, sepse vetëm nuk është pjesa e gazetarëve, por mund të jenë edhe shkresa ndryshme, të cilat ndërtohen nga zëdhënësi. Megjithatë, në veri, sidomos, shpeshherë ndjek këto faqet e rrjeteve sociale të bashkive ndryshme, kupton që ka mangësi të mëdha. Në mënyrë më absolute nisen shpeshherë për bë PR, por bëjnë krejtësisht kundërtën. Për pos mangësive, unë vërej se ka një dëshirë komunikimi. Ka një dëshirë, po them se s'ka një dëshirë, po duhet gjetë personi. Një gjë që duhet vlerësuar dëshira, absolutisht, por duhet standardizuar, thoni ju. Në mënyrë më absolute, sepse po shikoj një bashki në veri, një të merr i vërtetë. Nuk po diskutojmë për element gjuhësore, nuk po përgjatësi fjalie për metrike. Ajo është katastrofë tjetër. Ajo është katastrofë tjetër ana gjuhësore. Sepse këto gjën dhe titullarëve që nuk lajnë. Një titullar i zgjuar pyet, në fakt, si shkruhet kjo fjalë, mund të jem ekonomist, po mund të jem dru nga ana gjyqësore, merr një këshilltar që të ndihmon. Sa dush, kemi qindra raste. Në bashkinë veri tani nxjerrte polym pemë, thotë mos t'i hajnë mizat. Po kjo është PR, kjo është fasha zezë në fakt. Pra ishte mundu pa keq, pa dashur ta ofendoj. Ai nuk e din se miza hyn në klasën e insekteve. Po në mënyrë më absolute ishte është e kalon le të themi të kthehet pra në
Në të kundërtën në mënyrë më absolute, sepse është një punë e përditshme e rëndom që nuk ke çfarë i shet publikut që po lyen pemat. Sot jeni pedagog në Universitetin e Shkodrës, falkëm nguljes tuaj, dijeve tuaja, dhe dashe pa dashe, edhe nëse nuk do në Altini, ose në rastin konkret ju tani jeni pedagog në atë universitet, keni një emër tuaj, një kontribut në katedrën për kance. Si ndjeni në këtë, do ta thoja unë tashmë mision? Tani do them diçka, është puna të cilën e kam bërë dhe e bëj me dashurinë më të madhe, që nga viti 2018. Është puna e cila më fal atë kënaqësi që unë nuk kam gjetur askund. Pra mund kem pas një pagesë shumë më të mirë atje ku jam punë sot aty ku tjetër, por kënaqësinë që ta falin auditorët nuk ta e paskush. Pra le të themi ndan dy botë. Megjithatë, ka aq shumë probleme në universitet, jo vetëm aty ku unë punoj, por në të përgjithshmen, që duhet gjetë një zgjidhje për të shpëtuar. Dhe këtu kam në këndvështrimin e Brumit, landës parë. Fatkeqësisht ka shumë pak student, është e dhimbshme. Dhe jo vetëm pak student në universitete, ke fatkeqësisht shkolla Lesha që mbyllen çdo vit. Klasa kolektive që dëmtojnë procesin mësimor. Gjimnazit Hydajet Lesha nga sa matura në aq sa ka sot. Lere pasta për të hymë shkollës së mesme të Baldrenit, kur unë kam qenë zënë e saj në vitin 2004, kisha rreth 780 në zënës në Mosgabosha, dhe sot më thanë më pak se 200. Dhe gjitha këto, le themi element të së përditshmes, i japin pasojat në Universitetin e Shkodrës dhe Elbasanit të rrethave, sepse është tjetër muhabet nëse ndalemi i Tiranës, ku le themi është kryeqytet dhe mundësitë e punësimit janë shumë më mëdha. Për mua problemi më i madh i shoqërisë shqiptare, lezhane, shkodrane, e kudo, është ikja e trinjve, që mund të jetë një dhimbje edhe më madhe për brezat që do të vinë. Në fakultetin ku unë jam, po të pash se sa është numri në zanët e studentëve për degët e mësuesisë është e dhimbshme, sepse jam i bindur se në të ardhmen jo vetëm Lesha, Shkodra, por një pjesë e madhe e Shqipërisë nuk do gjejnë arsimtar. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe që institucionet shtetërore duhet të gjejnë një zgjidhje për ta shpëtuar. Sepse është një këmban alarmi. Absolutisht. Po të kem fuqi, vendimarrje, pra po të jetë në dorën time dy segment të shoqërisë kurrë prekëshin, shëndetësia dhe arsimi. Që fatkeqësisht koha ka treguar që politika, qoftë djathtë, qoftë majt, ka ndikuar negativisht duke mos marrë fare parasysh studimin e tregut dhe pasojat që do të vinë. Profesor, sa i ndërqeshëm është brezi i ri, ky brez i sotëm student, për kohën që po kalon dhe për atë çfarë i takon të bëjë në histori. Edhe pse në moshë i ri, unë jam i bindur që parashikoni teksa ju kërkoni tek studentët, kërkoni që ata të marrin dije, të marrin profesion, të bëhen dikush në jetë. Sa janë ata në korrelacion me këtë përkushtim të stafit pedagogjik mësimdhënës? Më vjen keq ta them, por edhe interesi nuk është kurrë ai s'ka qenë. Sepse ka një demoralizim pra shumica studentëve thotë të marrë këtë diplomë dhe t'ike, pra të marrë një pesë dhe të emigroj, që është fatkeqësi. Nëse ne prodhojmë elita me idenë që ata du t'ikin, është shumë e tmerrshme. Dhe realisht, po të krahasojmë vitet më parshme me aktualen, ka një disbalancë shumë të madhe. Nëse një student dikur nuk kalonte provimin, jam i bindur që të paktën çante. Do mundohej do ikte gjaku i fytyrës, ndërsa sot edhe nëse ngel, ai merr me sportivitet. Hasë kalon vjesht. Pra ka le themi një humbje të interesit fatkeqësisht që gjërat duhen ndryshuar. Nuk po flas për gjithë, sepse kemi student të shkëlqyer, por po flas për një numër të caktuar të cilët e nënvlerësojnë. Dhe ato pak student që kanë vizione të qarta për të ardhmen e tyre, duke u ballafaquar me pjesën ndërmuese, po themi ne, të bashkëmoshatarëve të tyre, duken sikur ne kur kemi qenë student unë, ti e brez tjetër, i kemi pas thënë atyre që lezonin shumë peshkop. Tani nuk e di se si mund t'i thonë këta. Është vërtet. Unë besoj prapë që familja ka rol kryesor
pra vetë familja duhet të bëjë gjithçka që fëmijën e tij pavarësisht që quhet fëmijë i rritur, t'i rri aq shumë pas ta bind e tjerë që universiteti është çelësi i suksesit. Rastet kanë treguar që ka disa që kanë bërë sukses, por e përgjithshmja është krejt tjetër. Sepse është shumë e vështirë në ditët e sotme, konkurrencës së sotshme, që ti të bësh para pa një formim të caktuar. Koha bën të saj. Dhe unë disa vite jam marrë dhe unë me nxënës, po jo në raportin e mësimit dhe ënjes, por ti kesh në përgjithësi si që kam patur të konvikti, një farë mënyre ka dhe aty përgjithësi. Dhe unë fatkeqësisht tek unë 3 fëmijët e mi janë të diplomuar. Pra 5 diploma kam vetëm unë në familjen time. Të lumtur. Unë dhe ime shoqe dhe 3 fëmijët me diploma. Ndërkohë që kaq të diplomuar nuk i ka patur fshati për nga jam unë. Dhe unë në fakt pavarësisht se nuk kam absolutisht asnjë drejtë të ankohem për fëmijët e mi, pasi kanë mësuar e diplomuar dhe tani ne në familje zihemi për dije. Fatkeqësisht e them, unë duke marrë gjumi di më shumë se sa 2 diploma sot. Tani unë ndesh Fatkeqësisht. realisht ndesh shumë njerëz që ndajnë këtë mendim. Por Nuk është faj i nxënësve, nuk është faj është koha. Do të thëllë diçka, koha ka ndryshuar çdo praktikë mësimdhënie. Pra nëse dikur ne na rrinë mësuesit, prindërit thotë, ta ka bërë mirë që të ka ra mësuesi. Ndërsa sot ti nuk ke shans dhe s'du ta prekësh realisht asnjë fëmijë. Unë jam krejt dakord se rregullat e arsimit kanë qenë shumë më të forta. Fatkeqësisht unë njoh mësues që ka ngel 7 herë në provim dhe jep mësim. Shoqërisë jep mësim, por dashje pa dashje ti kupton se çfarë pasojash janë. Kjo nuk është e përgjithshme, por ka diçka mungesa studimit tregut që thash më herët. Profesor Qazim Dushku, nuk e mbaj mend se çfarë vitesh ka qenë drejtuesi i arsimit në Lezhë dhe pa ta marrë intervistë për një lajm dhe më tha diçka për 2 tekata. Nëse universitetet nuk prodhojnë mësues në lëndë të caktuara, Lezhë është grumbull. Dhe koha e tregojnë fakt që ka aq shumë mësues të hershëm pa punësuar, sa fatkeqësisht jep ndikim edhe në universitet, sepse sa është Lezhë, sa është Shkodra, sa Shqipëria, dhe thotë, unë jam diplomuar për histori gjeografi, ka 10 vite pa punë. Po pse do shkoj thotë histori gjeografi? Po pse do shkoj matematik, fizik, gjulitërsi e kështu me radhë. Duhen bërë studime tregu, më sjell aty ku the që unë di më shumë. Pra nëse dikur ti diplomohej, ti kishe vendin e punës dhe i përkushtohej me çdo kusht që ti ta merre atë vendin e punës. Ndërsa sot ti përfundon universitetin dhe statistikat tregojnë që një mësues pas diplomimit don rreth 6-7 vjet që të hyjë në punë. Demoralizimi të merrshëm, humbet dijet e vullnetin e gjithçka. Ka demoralizim. Kthehet në pikën 0, po them. Realisht po, në një që nuk ka hapësirën për të angazhuar, normalisht që nuk ka jep dot atë që mund t'jap. Po të bëjmë një krahasim, ose të bëni ju si pedagog një krahasim i brezit tuaj të studentëve me brezin e studentëve, ndryshimi përsëri e shoh se është shumë i madh. Pra ashtu siç ju thatë me fëmijët tuaj, mund kemi unë dhe ti dhe mund kemi unë me paraardhësit e mi dhe ato që do jenë pas meje. Të jemi sinqert me ju dhe me publikun, ka qenë shumë më vështirë kur isha unë student, se sa në ditët e sotme, sepse ka ndryshuar shumë element, teknologjia ka bërë punën e vet. Ky numri i ulët i studentëve dashje pa dashje jep impakt pavarësisht që mos mund të jetë pozitiv, por gjërat kanë ndryshuar tmerrsisht. Cilat janë disa nga këshillat kryesore tuaja për studentët që studiojnë gazetari për të bërë vërtet gazetar? Fatmirësisht studentët që un kam pasur fatin të ndikoj sadopak le të themi në brëmosin e tyre bashkë me kolegë fakultetit, janë pjesë të ekraneve televizioneve kombëtare. Janë ekspertë të kronikës zezë, janë zëdhënës bashkish dhe gjithmonë ju thoja mos u tërhiq. Dhe asnjë nuk do të tërhiqet. Askush nuk ta fal zëdhënësin e bashkisë.
Askush nuk ta fal drejtorin e kulturës. Pra ke një ambicje në mënyrën absolute ti nuk do të rrihesh, sepse ka shumë herë shkova te televizioni por nuk më mori. Tani ja që s'mori, mos mund të jetë shumë më i paaftë që ti si po shkon atje. Ju them shpeshherë mos tërhiqeni në mënyrën më absolute, jo vetëm studentët e gazetarisë, po asnjë njeri i cili është i bindur në ndërgjegjjen e tij, se ai mund t'ja dalë, mund të bëjë diçka, duhet të grushtojë metaforikisht çdo dyrë derisa të arrijë derisa të gjej vetveten në mënyrën më absolute. Ti imponohet në mënyrën më absolute sepse në jetë çdo derë i hapet gjithkujt. Unë jam i bindur që po të jepet mundësia edhe shumë tjerëve mund të ishin tjetër dikush. Shkrimtari i nderuar Gjikola e Lezhës më thot një diçka që shpesh herë e diskutoj. Fatet nuk janë një lloj. Po, fatet nuk dhe realisht mund ketë shumë më të mirë se unë, se ti, se kryetari, se deputeti, se doktori, por jeta nuk ja ka dhënë atë mundësi. Dhe brezëri tashmë ka mundësi tjera dhe duhet në mënyrën më absolute të thyej çdo barrierë edhe të ecë përpara. Rinia shqiptare, ajo lezhane e kudo ka tjera mundësi jetë në fakt, fatmirësisht, me ato vështirësi që ne kishim dikur. Sipas jush sa ndikim real ka media sot në formimin e opinionit publik? Unë mendoj rrjetet sociale. Pra, dikur televizioni ishte bota e madhe e komunikimit me publikun. Radioja, shtypi i shkruar, dhe sot për sot televizioni vazhdon të jetë, në mënyrë absolute të ketë ndikim. Por në sondazhet ndryshme tregojnë që brezi i ri ka thuajse zero interes për televizionin, dhe aq më shumë në emisione që vlejnë. Nuk po them në emisione që bëhen për shikueshmëri, për të marrë ca klikime, për të marrë ca para, për të marrë ca reklama. Televizioni në mënyrë absolute për mua mbetet gjëja më mirë në media, pra gjëja që do zgjidhja prapë po të thesha në fillim. Por si ekspert komunikimi do këshilloja të gjithë që të përdorin pafundësisht rrjetet sociale. Rrjetet sociale në ditët e sotme janë një mundësi e mirë të të bërit para, të të bërit PR, të të bërit reklam, të të bërit lajm të vërtet. Nuk po them në rastet kur keq përdoret, sepse televizioni shpeshherë vendos kufizime. Nuk mund t'i bijem ja foskot OSHS, nuk mund t'i bijem postës, nuk mund t'i bijem spitalit. Tani kur mos të bi ti në kuptimin e të bërit lajm, çfarë mbeti mua si gazetar? Dërsa në ditët e sotme, rrjetet sociale jam i bindur që trazojnë ujëra që televizioni mbase nuk e ka jo fuqinë se e ka. Le themi dashamirësinë, mos të në interesat e veta e tjerë. Prandaj rrjetet sociale dhe këshilloja gjithëve që t'i përdorin në të mirë gjithmonë. Por jo kur në atë që një pjesë janë edhe gjobënse dhe pastaj e mori drejtësisht vërtetën. Mbase unë e kam konstatimin tim të gabuar, por mendoj që ka një farsoj krize besueshmërie që qarkullon, qoftë për rrjetet sociale, Është vërtet. qoftë edhe për mediat Në përgjithësi. në përgjithësi. Pra, sepse ashtu siç e thash pak më herët, në moment që ty të vjen lajmi i gatshëm, bashkia, qeveria, posta, opozita, gjitha këto kanë krijuar strukturat, le të themi televizion Për të shërbyer vetvetes. Vetvetes fundit, dhe ty të vjen i gatshëm, dhe unë si publik kur shikoj që ti je zgjatimi i propagandës nga kush ka ardha ka E le fare, në mënyrë absolute. Ose Dhe nuk e shoh. janë rrjetet sociale shpeshherë ato të cilat bëjnë gazetari. Janë rrjetet sociale të cilët kanë shkarkuar ministrat korruptuar, drejtor policisë korruptuar, mjek korruptuar, e kështu me radhë, sepse televizioni kur nuk do ta jep atë video. Mos më thani diçka krejt tjetër, pastaj se kthehet edhe televizioni, a ke bërë ti, a s'ke bërë ti, e kështu me radhë. Ndërsa në rrjetet sociale, more nëse ke diçka që shpëton Lezhën, pra në kuptimin që dikush ka abuzuar atë shumë, por ti nuk e ke fuqinë, edhe si gazetar, edhe që si qytetar, fare mirë të mund ta dërgosh atë video në një platformë digjitale dhe jam i bindur që qarkullon. Një pushtet e ka shumë të lehtë kontrolloj 2 televizione, 3 televizione, por kurrë në kurrës nuk arrin kushdo qoftë pushteti i majt apo i djathtë që të kontrolloj 900 portale. Fundja fundit, pushteti kushdo qoftë në pushtet, detyra numër 1 është llogaridhënia.
që fatkeqësisht shpeshherë shumë media nuk e bëjnë dot ashtu siç duhet. Sepse gazetari cënohet, kemi raste në Lezhë, në Shkodër, në gjithë Shqipërinë, cënohet e kërcënohet dhe shpeshherë ndihet i pafort. Përpos të qenit aktiv në efektin e mësimdhënies dhe në rritjen tuaj akademike, ju shfaqin po i tillë edhe në sipërmarrje të tjera, në organizata jo qeveritare, në specializime të ndryshme. Po, pasi përfundova masterin në vitin 2013, pastaj më dha mundësia që unë të ndiqnja ishte do të zgjidhe një qark dhe unë pata fatin që të zgjidhesha, pastaj po nga departamenti i gazetarisë dhe fondacioni gjerman, Konrad Adenauer, që bëra një vit më pas specializim. Dërsa në para 3-4 vitesh, po fati im, pasi aplikova, u zgjodha që përfundova shkollën e integrimit evropian që ishte mes institucioneve Bashkimit Evropian dhe Kuvendit të Shqipërisë. Gjitha këto, nëse s'do kisha filluar të vëlezha në fillim, gradualisht nuk do vinin njëra pas tjetrës. Sa i takon kam drejtuar dhe një projekt, ka qenë para disa vitesh me gjithë gazetarët e Lezhës, ka qenë i mos gabosha, ka qenë i Suedis, i mbështetja nga qeveria suedeze, dhe ne aplikuam si gazetarë të Lezhës në raport me krimin dhe median, pra si ndikojnë lajmet e kronikës së zezë shpeshherë tek adoleshentët. Fatkeqësisht, kronika zezë është kronika që merr më shumë më interes, klikime. Tek televizioni ku unë punoj, ka qenë Lutfi Dervishi, drejtori informacioni, dhe ai vendosi që të hiqte lajmet e kronikës zezë nga edicioni qendror të formati që realisht duhen heq. Po shkosh në Itali, ndodhen aksidente pafund, po ty nuk t'jep televizioni u përplas makina me shtyllën. Ti normalisht gjatë të shikosh, edhe nëse s'ka pasojë me viktima. Dhe çfarë ndodhi në televizionin ku drejton të asë kohë gazetari i mirënjohur Lutfi Dervishi. Audienca e televizionit në edicionet e lajmeve pësoj rënje. Logjikisht. Dhe brumosja pra e veshëshëri shqiptare me pa të merë lajme, vrasje, aksidente, vdekje, është fatkeqësi, por që uroj që gradualisht televizionet marrën një vendimmarrje të përgjithshme, pra se ti se merr dot vetëm si një redaksi lajmesh nëse nuk vendosin shumica, dhe po të shikosh një pjesë e mirë e televizioneve, gazetave, gjitha platformave digjitale janë të fokusuara tek lajmet e kronikës së zezë, që ligjërisht, nëse janë të mitur, ti do të mbrosh identitetin. Dhe çfarë ndodh? U përdhënua një 13 vjeçare. Nuk ta jep emrin e plot. 13 vjeçare nxënës e shkollës emër mbi emër. 13 vjeçarja kishte përballë të kafe. Realisht ti e ke identifikuar. Dhe për çfarë ndodh? Ndodh dhe jam i bindur vetëm për sensacion, pra për krijuar interes klikime, por që realisht krijon aq shumë pasoja të tjera sa ti. Shtoj edhe një fakt tjetër më mend për një rast që mbeti shtatzan, sepse nuk mjafton këto, por i shtoj edhe këtë tjetër. Kishte hallen e dashur ati. Ishte daja që kishte bërë këtë krim, që realisht një gazetari duhet mjaftohet me aq. Në parimet dhe kodin etik të gazetarëve është gazetari duhet të respektojë dhimbjen e tjetrit. Fatkeqësisht, pra ti ke një ngjarje kriminale dhe gazetari jo se s'është i vetëdijshëm, por ka të klikimeve, si ndihesh, po si mund ndihet larg qoftë një aksident. Kodi etikës është po kështu është kushtetuar, po kështu ka dhe kodi kanuni. Pra, zia duhet respektuar. Fatkeqësisht në median shqiptare mos rash prej e tyre, sepse në lidhje me kronikën e zezë kam një kujtim të bukur me ish kryeministin socialist Fatos Nano, i cili vizhdonte Lezhën, dhe redaksia ku punoja unë, aso kohë Rilindja Demokratike, më priste lajmin nga Lezhë. Me thënë drejtën, garda ato nuk e kishte pak të vështirë të atakoje kryeministin. Unë fal një ministrit kabinetit Viktor Doda, një mikun tim të hershëm, ma krijoi mundësinë, ministrin e ma krijoi mundësinë dhe pasim pau dokumentin, më kapi një nga ata shoqërës, më largoi më i tha, blere, e shkova ti më tha, dëgjoj Martin. Ishte 98, qenë ke djalë i ri, tha 2 gjëra, tha ke e porosi nga unë. Po cilat thashun?
me kronikën e zezë, mos u merr, tha, dhe me politikan lokal. Atëherë thash po bëj gazetari, me çfarë Fatkeqësisht kjo është, merru me mua, tha bëj ç'të dush me mua, tha ke lejen tim. Ka pasi fal drejt. Fatkeqësisht, për sa gazetar lokal, unë do merrem me gjërat lokale. Dhe çfarë ndodh, ora sepse nuk është një drejtues lokal është i përkohshëm. Do ik, sa do i fort jetë, do ik. E përfundon mandatin, mirë pashim. Ndërsa gazetari i këtu. Jam këtu, është këtu. Në këtë kuptim, gazetari i bën në mënyrën më absolute një shërbim të së vërtetës më shumë se çdo kryetar bashkie i cili sado i fort e sado mbështetje të ketë është kalimtar në mënyrë më absolute. Dhe Lezhë ka pas fatin dhe ka fatin që ka nxjerr plejada gazetarësh, figura të ndritura dhe personalitete të shuara, të cilat kanë bërë historinë e medias shqiptare. Realiteti është ky, me thënë të drejtën. Absolutisht. Dhe jam i bindur që do vazhdoj. Urojmë që të vazhdoj dhe gjasat kështu duken. Në mënyrë modeste do të thoja që së bashku me Altinin edhe ne jemi pjesë atyre gazetarëve ndër vite, pasi jemi përpjekur me atë. Absolutisht. Gjithkusht. Ndoshta se kjo është se kishem plotësohet triptiku Altinave tash. Se jeni Altini i tretë që vini në këtë emision. Dhe nuk e di të kemi një Altin tjetër që të bëjmë kuartetin, por tani unë ndoqa ish kolegun tim për Gjergji, ndërsa Altini tjetër këtë qenë Altini i mundjes. Altin Shirni. Tre fusha ndryshme. Tre pëlqime politike ndryshme, por që në fund secili prej nesh i shërben në një drejtim qytetit tonë. Realisht ky është një mision që ashtu siç e konkretizuat dhe pat dhe ju, ashtu si që sheh dhe opinioni, është një emision pa censur, është një emision që njerëzit janë të hapur për të thënë mendimet e tyre, por natyrisht jo për ta përdorur frëngji për të sulmuar të tjerët, sepse dikush më tha unë vin, tha po do të flas keq për jo, tha qose ke fakte, ke dokumenta, shpalos dokumentat dhe ja afroj medjes në tani gazetaria me fakte është. S'ka tash unë për kasa ti brezi që du faktet. Ja, shparimi numër 1. Ndryshe nëse ti nuk ke një fakt, një flasim. Se unë kam punuar në shërbimin informativ, kam punuar në policinë e shtetit, një farë mënyre, edhe gazetaria është mision, siç e thash. Mirë po, profesor, janë nuk të bën gazetar një mikrofon që absolutisht jo. Sepse atë mikrofon ti po ke çpërdore të nxjerrë edhe nga tregu mediatik dhe i gazetarisë. Do të sjell një shembull tjetër me mikun ton përbashkët me Mark Marku. Po. Profesor Mark Marku, të cilin e përshnes nga kjo audiencë dhe po sigurisht që të gjitha përpjekjet e mia nuk do të rreshin derisa ta kem të ftuar. Se e kam mik të hershëm të para viteve 90, e kam mik të hershëm. Profesori do të vi. U kënaq kur fillova tek RD-ja dhe më krijoi një audiencë me ish redaktorin Astrid Patozin. Dhe realisht unë ndjeva i vlerësuar nga profesor Marku, por më pas dhe unë më mend që Astridi më tha Martin nuk është mirë për ty që të marrim me rrogë sepse na majnë tatime që ishte punë të janet, por do të marrim me honorare. Po. Ashtu si shumica gazetarëve mund të jenë sot. Dhe unë ndjehem mirë, por ama duhet pranuar që spunto po themi ne ose fillimi i raportit me zotin Patozi që unë e kam krejt mik, ka qenë Mark Marku. Mirë po që ndodhi. Unë e bëra më mik Astridit se sa Marku, se kjo është veti ime, se unë miq kur mi prezentisht do e dikush një marr. Nuk e di nëse ortopsia ime apo di. Realisht për sa është një mik më shumë, njëra që s'ka miq. Por për këta gazetarët e sotës që kanë kapur një mikrofon dhe nuk kanë minimalen e etikës, nuk kanë minimalen e ndërtimit të nuk është për fajin e auditorëve sepse në profesor ju i jepni ka mungesë miku im edhe gazetarëve. Mua më kanë thënë miq të mi pedagog që kam edhe në Shkodër edhe në Tiranë, dhe s'po i them emrat. Unë haj shkum pluhri më Martin në t'ja fal notën ati s'ka shanse. Se kam bërë në i gabim dhe unë kam nërhy për të kalu dikan, se nuk u bogja. Tani t'ja them për profesor Markun. Profesor Marku, kur isha student, ishte deputet. Ishte i Partisë Demokratike. Për 2 vite që unë kam qenë student i tij, në mënyrën më absolute, brenda auditorit, nuk kam dëgjuar një herë pëj politikë, pa flasin për PD-n. Jashtë korridorëve në kafe ishte krejt diçka tjetër.
Në vitin 2000, para se vitin të 2021, në një rast, unë kisha diçka e fatkeqësi timen familjare dhe hyn provim me profesor Markun dhe më vendosi notën 8. E çova për përmirësim. Dhe mora 10. Dhe ma çon Zoti kur ishte drejtues politik në vitin 2021, që ish profesori im, punoja me ta. Dhe po shkonim në Ngrej. Thot Moraltin, a kishe shkuar mendja ndonjëherë që ne të udhtonim në fshatra që a njifte shumë mirë. Mu i thash bashku menja që mu të udhtonim dikur, por se mendosha që unë do vija në riprovim me ty. Dhe ka qënë, le të themi, një ndër drejtuesit e fushatave politike në Lezhë, që ishte ekselent, pra edhe për shkak profesionit, në ndërtimin e komunikimit publik. Pavarësisht në raport me mua, kam pas thuaj se ndosha kandidatin më të vështirë pas e bëja PR-in, e kisha më të vështirë komunikimin me të, sepse ka një natyrë shumë cinike nga një. Të tmerrshme dhe ka një natyrë autoritare dhe shpeshherë duhet gjetur. Por është shumë i dishëm. Në mënyrë absolute po. Fakti që drejton departamentin e gazeterisë dhe aktualisht është në plejadën e vetëm më të dishme që ka vendi. Por në mënyrën më absolute, pra desha të them që ndante pjesën politike në atë të mësimdhënies. Në kur nuk kam dëgjuar 2 vjeçish studentit i që diskuton të Në një farë mënyrë e nëzorët edhe një pyetje që unë e pata në mendje dhe a profesor Altinja man mëri tani me studentët që absolutisht që të vinë hokatar ose kanë guxim që të kundërshtojnë. Tani unë njoh student shkëlqyeshëm që është televizion, që unë kam ngel. Dhe i tham shumë mirë që të kam ngel, sepse nëse nuk do të kisha ngel, s'do isha ai që je. Në mënyrë më absolute janë miq mi, disa prej tyre, edhe për shkak që kam pas një avantazh që punoja në media gjithmonë, disa prej tyre i dërguam në redaksi për praktik, por që më pas janë pjesë të tyre, Vision Plus, Klan, Top. Nuk ka një televizion kombëtar që s'ka student të Universitetit të Shkodrës. Absolutisht shumë knaqësi. Satisfaksion personal dhe profesional. Herë në fundit kemi pas një student që ishte po e konviktit që ju drejtonit tek shkollës Kolin Gjoka, që sot është po ashtu student e masterit dhe është pjesë e televizionit në një televizion kombëtar. Pra nuk ka pedagog që ndin knaqësi që ngel studentët, që do ishte ignoranca më madhe. Pedagogu, mësuesi, gjithkush krenohet kur shikon se ndihma e tij në një fushë saktuar lulëzon dhe shkëlqen më shumë. Tani kthehemi tek një rubrikë tjetër e veçantë, reflektim personal. Nëse do të ktheheshit, ju e thatë edhe në fillim, do të ktheheshit pikërisht tek gazetaria dhe absolutisht. Që është dashuria juaj e parë, do të themi, në mënyrën më absolute. E vetme jo. Në mënyrën më absolute, po të thesha 500 herë, do zesha vetëm gazetarin dhe komunikimin. Pra, diplomat e gazetarisë në Tiranë, si në Shkodër, më lënë 2 fushë, pra gazetari dhe komunikim. Nuk është të thënë që ti o diplomove gazetari dhe do marrësh mikrofonin, po mund të jesh një specialist komunikimi fantastik, që ndërton PR institucionesh, PR kompanish, që këto dytat mund të kenë një pagesë sa 3 fishin e tjerave. Shfrytëzoj këtë rast, këtë hapësirë që maturant të Lezhës, Kurbinit, Mirditës, e kudo që para ndjekin të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, se jam i bindur që ardhmja atyre, pikërisht tekën gazetari dhe komunikim, do të jetë shumë e madhe. U zgjata. Jo, nuk u zgjate. Po shikojmë Lezhë, jam i bindur se institucione ka nevojë për specialistë të tillë që realisht mungojnë, pra nuk ka të diplomuar që mund të jenë gashëm që janë temëruar aty, por ju thoni nuk ka të profilit. Profili them. Unë them profili gjithmonë. Të profilit ashtu siç duhet të jenë, siç koha e bënin një shërbim titullarit, do i bënin një shërbim institucionit dhe do i bënin një shërbim publikut. Edhe publikut, dhe është më e rëndësishme. Sepse çfarë ndodh tani, isha në fshatin tim Troviz dhe diskutim me fermer. Nuk e di thot si bëhet aplikimi i naftës. Sepse do aplikoja, kam 32 lëmë. Tani, nëse do ekzistonte specialisti i marrëdhënieve me publikun tek drejtoria, se s'di ku kanë Shkodra apo në Lezhë, do rekomandonte drejtorit, të lutem, a shkojmë ta bëjmë një takim në Tërvic, në Kallmet, dhe t'i thojmë fermerit si ta aplikosh. Tani këto do ta bëjnë një që mban flamurën e partisë, që mund të jetë struktura. Pra nuk vjen nga profili, pra do i bënte një ndemes shumë të madhe titullarit, që është varësi direkte dhe është një ndër njerëzit më të afërt
kush do të qoftë titullari, specialisti PR-it, dhe shërbente në mënyrë më absolute edhe publikut që në të rast, si shembull solla fermere. Por ne shikojmë në për stacionet ndryshme televizive me dhjetra reklama, i bie rrotull për të thënë atë që në fakt do ta kishte thënë që në krye të herës. Pra, unë mërzitem duke e pritë se çfarë do me thonë kjo reklam. Cila ka qenë sfida më e madhe e karrierës tuaj? Ose mund të ketë një patur disa sfida, por njëra që ka mbetur në kujtesën tuaj që... Tani po them një ndër sfidat e jetës time dhe një ndër ata të cilat me dhem gjithmonë është se në vitin e diplomimit, imat ishte shtruar tek spitali i sanatoriumit dhe fatkeqësisht unë isha në mbrojtje diplome. Imat ishte i aq i smur sa i shkreti, me thotë shpeshherë të lutem ik në orën saj, ka një distancë shumë shkurtër, sepse masteri ishte pas dite. Fatkeqësisht imat u nda nga jeta me 27 shtator të 2012-s dhe unë jam diplomuar vetëm 6 ditë më vonë. Dhe ka qenë një ndër ata e cila më shoqëron gjithmonë, pavarësisht se është hera e parë që e them, se kam thënë as bashkëshortes apo nënës time apo familjarëve të mi, por është vetmi peng i cili më ka shoqëruar dhe më shoqëron gjithmonë, investoi gjithçka për mua dhe nuk arriti kurrë që të marr mbrapsht diçka që pavarësisht se ju e keni peng dhe keni të drejtë, po ndërkohë është dhe motivi më i madh që ka ndikuar fort për çan ky Altin që jeni. Në mënyrë më absolute po. Mendoj unë. Në mënyrë më absolute po. Imat ishte njëri i shkëlqyeshëm. S'ka prim keq, por jeta sjell padrejtësi ndonjëherë dhe dhimbje. Po keni ndonjë ëndër profesionale të parealizuar? Ëndër. Ëndra ime është ta çoj në fund doktoraturën dhe mendoj që aty do mbyllet pjesa e fushës mediatike. Që besoj që do të jetë punë e kryer brenda pak kohësh. Për ta përmbyllur këtë bisedë, si e shihni të armën e medias shqiptare në epokën e rrjeteve sociale dhe sidomos inteligjencës artificiale? Inteligjenca artificiale është vrastare, jo vetëm për fushën e medias, por është vrastare edhe për shumë fusha të tjera. Nëse media do ta keq përdor inteligjencën artificiale në mënyrë absolute që media do psoj prapë sërish rënje, në kuptimin do ta keq përdor, jo përdor në mënyrën e duhur. Në universitete, në shkolla, në kopshte, në televizion, ndërtojnë lajme përmes inteligjencës artificiale. Që realisht ty ta ndërton tekstin më mirë se çdo kush dhe shumë kush. Por lajmi nëse ti nuk e prek në zemër, pra nëse ti nuk je në vendin e ngjarjes, nëse ti nuk prek ato emocionet, atë dhimbjen, atë lotin, atë mirën, atë keqen, në mënyrë absolute nuk po bëjmë gjë në duhur. Fatkeqësisht inteligjenca artificiale pra në anët negative të saj do ta dëmtojnë në mënyrë absolute lajmin. Pra nëse ti ulesh për ndërtuar një tekst lajmi, përfshihesh. Dhe nëse ti ja beson inteligjencës artificiale, ti po bën diçka shkeleshko në kuptimin për të hequr një punë qafe. Megjithatë, janë edhe gjëra pafund që të ndihmojnë përmes inteligjencës artificiale sa takon lajmet e madh. Pra ti mund të marrësh një piknisje për një çështje të caktuar. Çfarë i detyrooni dy familjeve tuaja, familjes së madhe prindërore dhe familjes vogël bashkëshortes dhe fëmijëve? Vetëm kohën. Vetëm kohën. Vetëm kohën. Shpesh herë a ke marrë kohën në dobi të integritetit tënd? Në mënyrën më absolute, kur unë kam qenë me kohë plot në televizion, vija këtu në orën 7 dhe kishe raste që unë shkoja në orën 12 natës. Ndjes pas ish prefekti i Lezhës Niazi Reçi, kam dhënë lajmet atë ditë rreth orës 12 natës, sepse ishin një ngjarje errant për kohën, dhe unë kisha në 7 mëngjesit, sa shkova në shtëpi, erdhë më morën prapë për dhënë lajmet. Pra në televizion, dhe ai që merret me media, koha e tij është e pakufishme. Tani edhe të puna pagesave do të jetë e pakufishme. A ndodh? Fatkeqësisht nuk ndodh. Pra ti je gjithkohës televizion, nuk je për raste familjare, nuk je për ditëlindje, aktivitete ndryshme, morçove në ditë zakonshme, gazetari s'ka kur pushim. A ja din gjithë? Ti je i bindur që nuk ja din gjithë. Prandaj është sfidë ti je gazetar. Pavarësisht nga kjo,
Ne do të vazhdojmë të mbetemi në betejën tonë. Absolutisht. Për të Gazetarët- thënë atë çfarë mund të them. Kam shkruar një status pra disa kohësh, ma nis dhe një mik. Një gazetar, një qytet pa gazetar është si puna një shtëpie pa drita në tërë. Dhe ashtu ka qenë dhe ka përqen në jetëve. Dhe ju që na ndiqni, mos i sulmoni gazetarët, sepse janë miq tuaj duke i shërbyer së vërtetës. Dhe kur armiq, ashtu siç shumë prej jush mund ta mendojnë dhe perceptojnë. Me këtë mesazh të kolegut tim Altin Mema, mbyllim dhe këtë episod të radhës të këtij emisioni. Shihemi në javën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju profesor që ishit dhe faleminderit edhe mikut që kemi përballë, i cili vazhdon të jetë pas kamrave, Agustin Sinmarini. Që i bën një shërbim të jashtëzakonshëm publikut lezhjan. Unë jam një ndër ata që Agustinin e ndjek pafund në rrjetet sociale dhe shpeshherë kolegëve tjerë gazetarë them, është gazetari më i ri ndër ne, sa i takojnë të gjithë pasionet që ushtron me kaq dashuri duke i shërbyer Lezhës. Shumë faleminderit.